Të ndëruar, jemi së bashku me Radio Gjakovën me valën 100 MHz, ndërkohë që minutat në vazhdim do t'ja kushtojmë Universitetit Fehmi Agani në Gjakov. Bëhet fjalë për mosmiratimin e kalendarit akademik për vitin akademik 2025-2026 dhe natyrisht kjo si pasoj ka që nuk ka mundësi të bëhet hapja e afatit të rregullt të janarit për vlerësimin e studentëve. Për të biseduar në këtë temë, mysafir sot kemi njeriun e parë në Universitetit të Gjakovës, rektorin Drilon Bunjaku. Zoti rektor, mirë se erdhët në studion tonë dhe faleminderit që keni pranuar ftesën për të qenë në studion tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit e Radio Gjakovës. Dhe do ta nisim duke bërë përpjekje që të him më një herë në temë këtë mosmiratim ju e keni vlerësuar si të qëllimshëm. Po, është vërtet ky mosmiratim që ka ndodhur do thotë në së fundmi në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov, do thotë nga Senati, në mosmiratimin e kalendarit, me thonë, akademik vjetor për vitin 2026, ku nuk është miratu rrjedhimisht nuk është aprovu hapja e afatit të rregullt të janarit për provime studentëve, gjë që i ka afektu studentët. Pasi ndoshta për hir të opinionit publik për të informu saktë drejt se si ka ardhur te kjo, edhe pse e kam konsideruar të qëllimshëm. E gjitha ka fillu në muajin prill të vitit 2025, ku kam prezantu para Këshillit Drejtues që vjushmëria e stafit akademik në universitet, edhe pse gjithë jemi zyrtar publik, është shumë e ulët, edhe kam kërkuar që të merret një vendim sikurse universitetet tjera publike, që kanë marrë vendim Këshillit Drejtuese. Mirë, po Këshilli Drejtues në Universitetin e Gjakovës ka refuzuar dhe ka thonë është punë e menaxhmentit, e rektorit. Unë kam marrë një vendim për të rregulluar vjushmërinë në punë të stafit akademik, e cila ka filluar të implementohet deri në muajin domethënë korrik, ku në mungesë të prezencës time në atë mbledhje të Këshillit Drejtues është marrë vendim që të pezullohet vendimi i vjushmërisë, me arsyetimi që do të plotësohet ndryshohet. Ky vendim që është marrë në prezencën e konfliktit pastër të interesit, ku dy prej anëtarëve të Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit kanë qenë vetë ata në vjushmërinë, do të thotë kanë pasur një vjushmëri të ulët dhe si rrjedhoi është marrë një vendim në konflikt të interesit. Dhe prej asaj kohe ende nuk kemi një vendim të Këshillit Drejtues i cili është plotësuar, të cilin ata kanë konsideruar si diskriminues për atë arsye, do të thotë e kanë marrë atë vendim pezullimit. Prej aty do të thotë kanë filluar presionet e vazhdueshme. Këshilli Drejtues, katëshja e Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit e kanë përgatitur një listë pretendimeve për shkelje. Ata kanë qyt konstatimet që konstatimet i ban vetë gjykata, edhe e kanë dërguar do të thotë në ministri, edhe një herë kanë kërkuar ndërheqjen time. Pastaj është vazhdu tutje me 12 dhjetor 2025, ku edhe është bo publike do të thotë kjo në media, pastaj unë i kom demantu me përmes 4 video gjithë ato pretendimet për shkelje të cilat janë pa vërteta, edhe pasaj kemi ardhur deri tek ajo që është ka dështuar shkarkimi si rektor, ku ky dështim i tyre do të thotë është diçka që nuk është arrit me votë me realizu shkarkimi. Pastaj kanë filluar me pjesën ku kanë filluar me peticion, duke i bërë presion stafit akademik që të nënshkruajnë peticion, edhe e kanë bërë një listë peticionit stafit akademik ku janë rreth 60-70% e stafit, të cilin e kanë dërguar në masht. Prej aty ka rrjedh tash problemi që është i qëllimshëm. Senatorët në presionin e 4 anëtarëve të Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit dhe stafit akademik e kanë bllokuar do të thotë korumin, edhe në 2 ftesat që unë i kam bërë me datën 15 domethënë janar, në ftesën e qarkuar për të votuar hapjen e afatit të provimeve për studentët,
do thot nuk ka pas numrin e mjaftueshëm për të konfirmuar hapjen e afatit, po ashtu edhe me datën 17 janar, e cila është lënë 2 ditë kohë për të menduar gjatë vikendit dhe për të votuar të hanën, prap ka dështu qëllimshëm në mos votimin e disa prej senatorëve, e cila ka pru këtë situatë. Do thotë kjo është situatë për të shtuar presionet ndaj meje, për të vetëm arsye që unë po kërkoj vijshmërinë gjithë jemi zyrtar publik, të respektojmë kontratën, të rrisim cilësinë edhe të ofrojmë do të thotë një progres më të madh të universitetit, për shkak se për ato jemi thirrur. Dhe ky mosmiratim i kalendarit akademik sa cënon funksionimin normal të organeve dhe të tërë universitetit në përgjithësi. Ky mosmiratim cënon do të thotë fillimisht kjo ka cënu të drejtën e studentëve, jo është cënu një drejtë e studentëve, e cila është e garantuar edhe me statut edhe me legjislacionin të fuqi. Studentët nuk i dashur absolutisht me u përfshi në këtë pjesë, edhe pse studentët janë pjesë e senatit, edhe kam pasur që unë kam qenë ai që i kam mbështet në vazhdimsi edhe kam votu për, do të thotë hapjen edhe që mos të afektojnë studentët në këtë pjesë. Kjo afekton do të thotë një mbarvajtje të afatit janarit, ku prej kalendarit cilin e kemi dërgu, është pritë që prej datës 19 janar deri me 23 janar të jetë e pjesa ku paraqiten provimet, e prej 24 janari deri me 14 shkurt të jetë mbajtja e provime. Ashtu që të fillohet prej 15 shkurtit fillimi i semestrit veror, domethënë sipas formës që është në statut. Njerëzit të cilët votojnë për një gjë të tillë janë të gjithë profesor? Po, gjithë senatorët janë profesor, ndoshta vlen sekët ose të informohet saktë opinioni publik. Senati përbohet prej dekanëve, do të thotë ne kemi 4 njësi akademike, 4 dekan, edhe secila njësi akademike ka këshillin e fakultetit, ku ai këshill e voton një senator, e dërgon secila njësi edhe nga një senator bojnë 8. E kemi një përfaqësues të administratës, u bonon, e kemi një student senator i cili ende nuk është përcaktuar për shkak të mosmarrëveshjeve në parlamentin e studentëve, për shkak notës mesatare, do të thotë student senator ende nuk kemi. Tjetër jam unë si rektor, edhe është një prorektor. Do të thotë aktualisht i kemi pas në votimin e datës 15, i kam pas, domethënë kanë qenë 11 senator. Tash sfundmi e kam caktuar një ushtrues detyre të dekanit në fakultetin e ri që ka shkencave aplikative, do të thotë jemi 12 vet, edhe për të ecur një vendim bëhet me datën bëhet me 7 vota për miratohet hapja le të themi e kalendarit. Ajo që ka të vlen sekët në atë listën e pretendimeve për shkelje jam akuzuar prej katëshës së famshme të Këshillit Drejtues, që është bloku institucioni dhe nuk ka prorektor, po ja lëshojnë prorektor qëllimisht domethënë menaxhmentin, ai nuk është të vërtetë gjithata për arsye personale në kohë të ndryshme e largu. Unë kam propozuar sfundmi me e emëruar një prorektor të re. Fatkeqësisht Këshilli Drejtues në ftesën kur është përcjell, katëshja kanë këtu një përgjigje, kanë thonë që ne refuzojmë vijmë në mbledhje, ne vijmë në mbledhje me vetëm një pikë një ditës që ka të bëjë me shkarkimin e rektorit. Kështu që këtu më shumë ka të bëjë me diçka personale, ku unë vetëm insan nuk e kam bë, unë nuk kam shkel ligjin. Unë nuk e shkel ligjin për askënd. Unë jam me respektu ligjin, me respektu kontratën e punës, me ofru cilësi, me ofru përkushtim edhe zhvillim të mëtejshëm të universitetit. Po më intereson, a keni adresuar këtë problem në institucione më të larta, në Ministri në Arsimit? Po, është vërtet, unë në vazhdimsi kam marrë të informuar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Jemi duke pritur nga mashti që të kthejnë një përgjigje, për shkak se këtu kemi të bëjmë me një bllokim institucional. Universitetet kanë autonominë universitare, mirë po autonomia nënkupton që
të ketë funksionalitet, të ketë kontribut në shoqëri edhe në studentët, e jo të ketë blokadë. Në qoftë se një institucion është bloku, atëherë shkel autonomia institucionale, rrjedhimisht ne si në programi moshtit, mendoj që moshti ka të drejtën që të veproj dhe të zhbllokoj procesin. Dhe si e shihni ju përfundimin e gjithë kësaj që po ndodh, vërtet ata që pësojnë më shumë të padyshim se janë studentët. Po absolutisht. Studentët nuk kanë asnjë faj për një gjë të tillë. Absolutisht, një diçka e tillë nuk ka ndodhur asku në universitetet, as në Universitetin Femi Aganin Xhakov, as në një universitet publik Kosovës deri më tash, është një raport që po ndodh. Unë i bëj thirrje gjithë stafit akademik, studentëve që të vazhdojnë bashkëpunimin edhe të ecim tutje. Studentët nuk duhet të penalizohen, ata janë e ardhmja edhe janë arsyeja pse ekziston universiteti. Vlen potencohet që parlamenti i studentëve ka dërguar një shkresë, faktikisht 2 shkresa, shkresa e fundit është bëhet thirrje për të takohen të gjithë këshill drejtues senat, parlament studentëve, edhe të shoqërohet dhe të ofrohet një zgjidhje. Larg një zgjidhje, secili senator ka qenë 3 shkronja me shkru për edhe me bosent, që është larg. Që i merr 5 sekonda me shkru, edhe ka qenë larg do të thotë ajo arsyeja ose veprimi për me zhblloku. Mendoj që do t'i kthehemi normalitetit edhe shpejt do të vazhdoj hapja fatit janorit edhe procesi i rregullt i veprimeve institucionale. Uroj që një gjë e tillë të ndodhë shpejt dhe çdo gjë të rjedhë, sikurse është parapar edhe me ligjin mbi arsimin e lartë dhe që mos të pësojnë studentët ata që më së pakti kanë të bëjnë me këto veprime të cilat të quajë ashtu janë më shumë jashtë procesit arsimor dhe jo që kanë të bëjnë me ngritjen apo mos ngritjen e cilësisë së arsimit. Mendoj që profesorët duhet të angazhohen më shumë në ngritjen e cilësisë së arsimit, të mësimdhënien dhe shpenzonjen, edhe të vazhdoj ashtu siç është më së miri për të gjithë. Absolutisht, presim që të ketë progres në ditët në vijim, edhe uroj që gjithë t'i kthejë normalitetit dhe bashkërisht të vazhdojmë tutje në kontributin e përbashkët për të mirën e vendit dhe shoqërisë. Unë i falenderoj përzemërsisht për pesëmarrjen juaj në këtë bisedë. Radio Gjakova do të vazhdoj të informoj dëgjuesit tanë me gjithë atë që po ndodh në institucionin më të lartë arsimor në komunë dhe shpresoj se herën tjetër do t'japim lajme më të mira. Faleminderit tani herë. Faleminderit juve.